Rënia e ligjshmërisë vijon të mbetet një nga sfidat më të mëdha demografike në Shqipëri, por të dhënat më të fundit të publikuara nga Instat sjellin një sinjal pozitiv. Në 3 mujorin e parë të vitit 2026, lindjet shënuan një rritje prej 1%, ndërsa vdekjet pësuan rënje me 7.4% krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2025. Ekspertët vlerësojnë se në këto shifra kanë ndikuar disa faktorë. Një ndër arsyet që mund të kenë çuar në rritjen e lindshmërisë lidhet me faktin se ndoshta, çiftet e reja ndërgjegjësuar disi më shumë, por të sjell në jetë fëmijë, ndoshta më shumë çiftet e reja po tentojnë, të themi, edhe fal metodave të njohura si fertilizimi in vitro, që po ashtu mund të ketë dhënë rezultate. Sipas të dhënave, Tirana vijon të mbetet qarku me numrin më të lartë të lindjeve në vend, ndërsa Gjirokastra dhe Dibra raportojnë numrin më të ulët. Sa i takon qarku Gjirokastrës, është një qark i prekur shumë herët nga emigrimi, është një qytet kufitar dhe në përgjithësi popullata e re ka emigruar drejt një vendi të Bashkimit Evropian, siç është fqinji jugor. Ndërsa sa i takon Dibrës, mendoj që kjo ka ndodhur, kjo rënje e numrit të lindjeve ka ndodhur për shkak edhe se vetë ai qark është prekur shumë prej emigrimit, të rinjt në masë të madhe janë larguar. Edhe pse statistikat e 3 muajit të parë të vitit 2026 konsiderohen pozitive, ekspertët nënvizojnë nevojën për politika më të forta në mbështetje të familjeve të reja për të parandaluar përkeësimin e mëtejshëm të situatës demografike. Masat kryesore që do duhet të merren, veçanërisht në qarqet ku është prekur më shumë ky aspekt, besoj se janë kreditimi i familjeve të reja, masa të reja që i takon subvencionimit kryesisht të themi të sipërmarrjeve të vogla familjare që mund të shikojnë tek vetja një mundësi, por pamundësia ekonomike i bën që të hezitojnë. Një masë tjetër mendoj se do të mund të ishin edhe programet e ndryshme, veçanërisht trajnuese. Ndërsa në 3 muajin e parë të vitit 2026, statistikat tregojnë se u regjistruan 368 vdekje më shumë se lindjet, që tregon se sfida demografike mbetet ende prezente.